Në zgjedhjet e 11 majit sigurisht fituesi amoral është Partia Socialiste, por Partia Demokratike nuk donte të vinte në pushtet. Ju a kam thënë me 10 herë. Mjafton që raportet e KLSH-s me vjedhje miliarda euro të publikoheshin dhe të dërgoheshin në të gjithë selet e trupit diplomatik, dhe socialistët të rrethoheshin, mos lejoheshin të shkonin në zyrat e tyre për të vjedhur përsëri. Bën protest për TikTok-un. Tani, të hapen rreth 44% dhe të rinumërojnë fletët e votimit, ku unë gjykoj se treni bullgar që Partia Demokratike denoncon, do të kthehet fatkeqësisht në një bulgar. Që vetë demokratët kanë vjedhur njëri tjetrin dhe janë shitur, ndërsa socialistët do të fillojnë. Akademinë politike dhe shefi Edi Rama do t'japi leksionin i pari për 39 deputetët nga 54 të rinj, në rresht për një t'i binden shefit se edhe burgun, nëse do duhet për partinë, e bëjnë me dëshirë. Fatkeqësisht, Shqipëria ka humbur. Një pjesë e tyre që gëzojnë të vjedhurat e beneficet e tij gëzojnë dhe janë të lumtur, duke fërkuar duart dhe armiqtë e popullit tonë se shqiptarët jetojnë në qeverinë më të korruptuar të Europës.